Me gazetarin Vlonjat, Ilia Mustaqi, jemi sot për parandeshjes Flamurtari Tirana, është për javën e dytë, fazë dytë. Ilia rikthehet përsëri Flamurtari pas kombëtar, rikthehet ka fituar me Bylisin, ishte një ndeshje në transfer ku luajtu sot me Tiranën. Po, sot është një ndeshje shumë e rëndësishme për Flamurtarin. Me Tiranën janë dy ekipe që gjithmonë kanë ngjalur interesim të jashtëzakonshëm. Ku kulmi ka arritur në 1 maj të vitit 83, ku stadiumi është mbushur më shumë se me Barcelonën, dhe unë sot shpresoj Flamurtari të bëjë një fitore dhe të vejë 11 pikësh dhe të i afrohemi mesit të tabelës klasifikimit, për arsye sepse pas një javë tjetër kemi përsëri ndeshje me Varën dhe pastaj hyjmë në normalitet të plotë. Unë kam besim te ekipi Flamurtarit, pavarësisht nga një fillim jo i mirë fillimisht, por dal nga dal Flamurtari po gjen veten dhe do gjej atje ku i takon vendi dhe tradita e Vlonjatëve. Endët vitit 83 ishe ndeshje për Kupën e Republikës, 0-2 dhe për kampionat. Për kampionat 1-0. Dhe unë bëjmë mend ai stadium në ato momente është mbushur më shumë se me Barcelonën. Stadiumi mbrapa, po s'ka qenë kjo tribunë mbuluar. Ka qenë tribuna dhe policia i ka futur njerëz pas sporte nga dy anët, edhe në ansore, më fjalë ka qenë 3 rreshta me sport dashur. Brenda në fush apo pas rrethimit? Jo, brenda e kurave. Me dëgjuar shumë histori për atë ndeshje, thonë që pas ndeshjes natën janë prerë dhe portat, si është e vërtet kjo histori? Aty ka pasur pak nësi nga Vlonjatët, po është pak dhe hiperbola, aty nuk është në ato nivele që atje, thjesht Vlonjati me atë karakterin dhe temperamentin e tij me fjalë ka reaguar, po që nuk është kaq sa thuhet, është diçka më pak. Dhe pas shumë vitesh Agustin Kola i ka ndëshkuar dhe ka miq këtu në Vlorë, sindroma e Stockholmit. Në lojë ata ishin me fjalë ishin uqër për një tjetrin, ti ke rast e Pelat Mustës, që Pelat Mustës është një nga Vlonjat më të thekur, edhe kur losën Flamurtarin ai po është me fjalë të themin si Amasi Azez, por megjithatë pikërisht futbolli pra është i bukur sepse është lojë burrore, lojë karakteri dhe po rëndësia ka që Flamurtari sot të fitojë, dhe unë kam besim që Flamurtari sot të fitojë. Mendet të Pelat Mustën i habitshëm fakti Vlonjat luajti për Flamurtari dhe Alim Durimi, Mersini nuk luajti për Flamurtarin. Jo, lozi një Alim Durimi ose Mersini lozi një ndeshje me Flamurtarin për kupat e me Helsingin. Me Helsingin, në mos gaboj apo 2-3? Jo, atje 3-1. 3-2. Po 3-2. Tu 1-2, po. Këtu 1-2, po. Ishte eksperiencë e parë e Flamurtarit me Kupat e Europës. Kurse Pelat Musës nuk i krya mundësia fatkeqësisht, po ai edhe në intervistat që ka dhënë pengu jetësime ka thënë është që nuk veshte një fanellë e Flamurtarit. Vlora ka nxjerrë portiera të shquar, ka luajtur dhe portiera jo Vlonjat si Nacho i Lekbello. Ishte në një moment tranzicion. Po sot në portën e Flamurtarit nuk ka Vlonjat. Janë një nga Lushnja, ka Loshi dhe është dhe Aleksovski nga Maqedonia e Veriut. Megjithatë është globalizuar futbolli, nuk ke çfarë i thua. Po prandaj edhe ka këto mungesa tërkisht, sepse Flamurtari edhe Vlora kanë nxjerrë historikisht lojtar, por është një moment tranzicioni dhe unë besoj që në shpejt apo vonë Flamurtari do rikthehet në traditën e tij. Jemi sot me gazetarin e njohur Vlonjat, komentatori i Radio Tiranës Ilia Mustaqi, përpara takimit Flamurtari Tirana, është përplasja e njohur e viteve 80. Jurojmë suksese Flamurtarit, por për pak minuta jemi në stadium për transmetimin e ndeshjes. Bashkë me kolegun Arben Çepa. Linja studio. Me zotin Ilia Mustaqi është vendosur në kabinën e transmetimit. Ilia, përgatiteni për transmetim në këtë moment, Po, për pak minuta janë ekipet tani në fushën e lojës. Veiga, me numër 20 Oshafi, me numër 21 Marku, me numër 22 Nunes, me numër 25 Diavara, me numër 30 Todorovski, me numër 24 Çantakias, me numër 76 Maksuti, trajneri Flamurtarit Francesco Moriero. Përgatitet takimi këtu në Vlorë. Flamurtari Tirana.